Dhe ndoshta ne do të shohim këto ditë dhe këto orë bombardime të vazhdueshme, siç ka ndodhur, sepse nëse kujtojmë, Irani ka aplikuar një strategji mbrojtëse mozaik, ku 31 rajonet e tij veprojnë në mënyrë autonome. Pra, derisa të përcillet në të gjitha këto rajone anëpushimi, ato veprojnë në bazë të një plani të organizuar prej nisjes së luftës. Megjithatë, nuk do të duhet jemi 100% të sigurt të përfundimit të luftës, mund të jetë një paqe momentale, megjithatë ajo që ka rëndësi është që të ketë një komunikim mes palëve dhe mbi të gjitha, duke pasur parasysh kostot njerëzore, është jetike që të gjetë një gjuhë e përbashkët. Po, cilat janë rreziqet, le të themi, që mund ta prishin këtë armëpushim? A ka?